Mirëmbrëma, data 3 qershor 2026 është pak errësirë me gjëra të dëgjohet, nuk ka rëndësi. Është video e dytë apo e treta, se s'po mbaj mend tani çfarë po bëjmë me fjalë. Duhet të them diçka shumë të qartë në këtë video, 2-3 minuta, nuk duhet t'ju lodh shumë. Neve ditën e shtunë tu në Romë në orën 15 17 pra do të manifestojmë përpara ambasadës shqiptare në Via Zmara. Kështu që gjithë emigrantët që janë në Romë, ata që ndodhen në Itali dhe që kanë mundësi që të vinë, kërkojmë të vinë. Por duhet të sqaroj diçka shumë të rëndësishme, sepse ka një problem, unë jam direkt, nuk i bie rrotull, kam nga eksperienca ime. Ata që i bien rreth rrotull për zgjidhur një problem, për mendimin tim nuk kërkojnë, duan që problemi të mos zgjidhet. Pra, ku e kam fjalën, kam një kritikë shumë të përgjithshme për ata që manifestojnë në Tiranë. Ne nuk duhet të kemi frikë nga asnjë gjë. Duhet të themi gjërat ashtu siç janë, që të kërkojmë zgjidhjen. Ndryshe me fjalë, nëse ne në për sheshe në Tiranë shkojmë me flamuj amerikan, merrni dhe flamuj izraelian, merrni të dy dhe dini ç'kuptim ka protesta. Çan këto flamuj amerikan në Tiranë? Sepse shohim në një flamur amerikan ose shohim deklarata që neve jemi me Amerikën. Tani kush i ka krijuar problemet në Shqipëri? Ne po kërkojmë zgjidhje problemi. Problemi kush e ka krijuar? Amerika, Izraeli. Pra të jemi të qartë, ata shqiptarë në Romë që duan të vinë të protestojnë në mënyrë të qartë, guximshme, të direkte, të vinë. Qoftë se ashtu me fjalë mos hajdini. Do vemi 2 veta, do vemi 3 veta, 5 veta, ç'rëndësi ka. Manifestimi në Romë do orientohet kundër prezencës kundër Amerikës dhe Izraelit në Shqipëri dhe në Ballkan. Pra kundër Amerikës dhe Izraelit në Shqipëri dhe në Ballkan. Në shkuptim jemi kundër kolonizimit, sepse po marrin tokat, duan të na largojnë, duan të na pushtojnë. Pra jemi kundër kolonializmit amerikan dhe izraelian në Shqipëri. Është e qartë. Ky është slogani, kjo është tema e manifestimit. Kush të vi, të vi. Kush ka frikë, të mos vi. Kush është akoma servili amerikanëve, të mos vi. Është zgjedhja. Po jo të nxjerrim tani në Tiranë mira njerëz dhe të tallemi me ata. Slogani i fortë në Tiranë duhet të jetë kundër Amerikës, kundër Izraelit. Jashtë Amerika, jashtë Izraeli nga Shqipëria, jashtë nga Ballkani. Sepse ata po kërkojnë toka në Shqipëri, atë Palestinë dim çfarë i bëjnë, në Qipro e në vende të tjera, kërkojnë me fjalë që ta shpëtojnë lëkurën e tyre duke kolonizuar. Sepse jemi afër shkatërimit të Amerikës, po jetojmë një periudhë të krizës amerikane. Pra Amerika na i krijoi gjithë këto probleme, Amerika na ka shkatëruar. Sot është momenti që ne me kurajo t'i themi stop. Të ikin, të largohen. Nuk do vdesim pa ikën amerikanë, se s'kemi vdesur as në kohën e Enverit që na mbylli, na izoloi dhe jetuan përsëri. Nuk vdesim pa amerikanët e pa izraelianët. Kështu që të jemi të qartë. Kush ka mundësi të vijë në Romë, ndoshta do ketë prezencë dhe italiane. Ky është slogani i manifestimit, nëse duam që vërtet në Shqipëri të ndryshojnë gjërat. Nëse duam të tallemi me mira njerëz aty, edhe të bëjmë festa, edhe të bëjmë poezira, poezit i ka bërë më të bukura në infrashi e Gjergj Fishta për t'i manipuluar shqiptarët në vitet 900. Nuk do rrim akoma me ato poezit ose të Ismail Kaderes. Pa dhe njëre përsëris, ju pres përpara ambasadës shqiptare në Romë, ditën e shtunë, nesër e formalizoj nesër në polici, sepse kam patur ca problemet mia. Kur ta formalizoj do ta vëm në Facebook, ta shihni që është autorizuar prej kvesurës. Pra, ditën e shtunë, ora 15 të jemi sa më shumë këtu, zëri të ngrihet. Jo jashtë Amerika nga Shqipëria, jashtë Amerika nga Ballkani. Jashtë Izraeli nga Shqipëria, jashtë Izraeli nga Ballkani. Sepse ky është problemi për të zgjidhur. Dorëheqja e Edi Ramës. Sepse Edi Rama është fantoço i tyre. Është marionete e tyre, është pupaci i tyre. Pra nuk do godasin vetëm pupacin dhe padronin mos e godasin. Se padroni, nëse largojmë pupacin e Edi Rama, vej një pupac tjetrin më keq akoma pastaj më mbrapa.
Kështu që do godasim padronin. Në manifestim do dalim kundër padronit, kundër Amerikës, kundër Izraelit. Ky është orientimi i manifestimit në Rom. Nuk ka, ne kemi gjëra të qarta, direkte, nuk rrim neve majtas djatha se të rrotullohemi siç bëjnë këta që bëjnë Shqipëri. Ose kanë frikë, ose janë servile, më thënë ka disa shpjegime. Ose shpresojnë akoma sikur Amerika do t'ju japi lugën e Floridit. Po këtë e mësuam tani se sa jemi vrarë, sa jemi prerë gjatë tyre 35 vjetë. Pse bashkë na i bëjnë ata të ndryhyjnë ata? Jashtë Amerika nga Shqipëria, jashtë Izraeli nga Shqipëria, jashtë Amerika nga Ballkani, jashtë Izraeli nga Ballkani. Ditën e shtunë orën 5 ju pres. Kush është burr i thot gjërat hapur siç janë, nuk shifet. Dëgjojmë, më komentoni, më konfirmoni që pjesëmarrjen ditën e shtunë dhe diskutojmë aty. Kush është me Amerikën nuk ka pse të vinë manifestimin e shtunës, ose kush me Izraelin. Të jenë gjërat qarta, nuk ka pse të vinë. Le të bëjmë manifestime në favor të Amerikës. Një natë mirë gjithëve.